Shoqja Lorena, si kam? S'kemi. Atëherë çfarë po ndodh sot? Sot është koha e mirë, po dije na mbyti. Çfarë ka ndodhur me banesën tënde? Me banesën time ka ndodhur shumë gjëra. Banesa po e po. Po edhe këtu ura që kishe urën më të bukur ure kështë këtu një lukët. Urën e ka marrë. Ande brenda u kam një të sëmura ish pa kemë. Me 100.000 leka e mbaj atë. Me rast ndime, me vetëm një ndime ekonomike ka. Ka kemë dhe këtu do ujë. Gjë ma sovën ujë unë e di. Me gjitha te e sovën ujë. Një përsot s'po vijet dorë, se ta që një klasit e ujë tu s'kam dhe të dalë. Kam shumë problem. I blokuar do me të. Jam i blokuar, po mundon me 2 rasa, po mund ka vetë me kemë ujë që jam salam, po do ta nxjerrat sëmurit. Ai sëmurit s'del, ai ka nevojë, do të dali, ka probleme dhe tia, pa le që... Ju erdhën grupet e emergjencës? Erdhën grupet e emergjencës, po situata ishte shumë e vështirë dhe dije nuk bën dot asgjë. Sepse kalojnë të gjitha tubat, tash tubat e ujit, të korrentit të gjitha dhe i kanë prerë të gjitha, për arsye sigurie se mos do të kenë problem. Do të thënë lumi ka shkatruar urën. Po thoni urën e shtëpisë. Urën po e po. Aha. Urën po e poshtën. Po edhe hyrja ndem këtu bllokua se deri këtu kishte muri mirë. Një pasaj këtu ishte hyri kështu e mori dhërin, edhe do të më tanë, do të kishte vazhduar me po shiqyti. Erë ha dromë pasaj dhe e rregulluan se ndryshe. Mi po tash duhet kur është koha e mirë do të vire dorë, se po shumë dorë se këtu të dimbër tash. Sa janë dëmet? Dëmet nuk llogaritë sa janë, sa lavatriç që frigoriferi që kisha aty unë, tavolina, divan, mbaroi. Është mbushur me lluca për jashtë, dhe sa brenda është prapë me lluc, po ta shikosh. Në momentet e para si e përjetuat? E ke parasysh që u ngrit gjithë natën njerëzit pas kishin çfarë bën, sepse erdhi uji me yrysh që andej, me të thënë. Erdhi nga mali, megjithatë unë se di se çfarë bën ju, po një gabim i vogël se herë 2 që na ndodh ne na i lëshojnë ujin që lart. Është një rezervuar atë dhe në momentet faktorale lëshojnë ujin. Dhe lëshojnë ujin për mbytje. Kur ka ndodhur për herë të fundit e njëjta situatë? Ti e ka ndodhur. Ka ndodhur edhe një herë përpara, edhe atëherë edhe më parë. Në çfarë viti? Kur ti? Përpara një viti. Edhe atëherë u hap rezervuar janë, u hap ujta në lart, sepse faktikisht ky lumi që është, këtë ujë që bie shiu, ma merr mendja e mund ta përballoj. Ama kur hap rezervuarin, pastaj vjen gjithë një herë shaj. Atëherë, keni frikë nga ndryshimet e mozit në vazhdim në ditë vim? Kemi shumë frikë nga ndryshimet sepse tash po të bie shumë më nuk bëjnë as punime. Çfarë punime, çfarë do të bëjmë tash me këtë ujë? Ka. Kjo që të rregullohet kjo këtu një filloi nga e para, do rregullohet shtylla, do rregullohet muri, do bërë muri një. Ju rrezikuar jeta ditën e parë? Po, aq që rrezikuar jeta ditën e parë sa ne unë të sëmurin e mora në dorë, ka 2 kukurrisë në dorë, sa se mos më mbyqen katë parë, se kam katë parë. Pa kemë, se është me qerë, se vizë do të. Ka një e kemë të përje që këtu, tjetëri ka atë po. Edhe, gjithë këshu janë, gjithë me sëmur, ajo të ka sëmur, te datë, u juri më shpija atyre, këte, më keqë. Edhe këte, neve noj, mua, komplet këte, bakë të bërë. Cili është apeli juaj për institucionet? Po do të vejmë dorë sa më shpejt, kjo është emergjencë, prandaj thonë emergjencë. Kur i thonë emergjencë, është tamam do të bëj shpejt kjo punë, sepse nuk di se çfarë na pret. Ujë, dritë keni tani? Në ujë ma lidhen dije se dyri kryetari më kishte thënë se një, pastaj ma vun ujë dhe kam si profesor. Kam një 2 çezma për të mbushur ujë dhe për të larë, mirë kam ujë. Edhe dritat nuk se mua dritat nuk më prejnë, faktikisht kabli ishte varur atje dhe nga shtylla nuk krase. Po të kisha kjo shtylla tash unë kam rrezik këtë shtyllën. Se kjo shtylla është shumë minjon. Se fora një shikë të bie nga datesë pa lej do vej gjë nga shtëpia ndaj. Do vej shkatërroj. Nga del tani për rrugësore. Nga kopshia ata kam bie nga mbrapa se kanë një shtek ande, i prisha një hoqa 2 betonika me mbrapa. Unë ja prisha një çika, më tha i prishe këtu dhe dalë nga poshta atje më tan. Sa ti shqyr, zotit nuk u thënë. Faleminderit. Emër mbi emër? Sherita Fezje kam.
Ashtu dhe